Po, cilë do kishtë qenë qëndrimi i Partisë Demokratike, i qeverisë sonë dhe i yni në raport me Zvërnecin? Unë ju them, jo, ai pejsazh ne do ta zhvilloni në përputhje me pejsazhin, në kushtet plota, po aeroportin aty se ndërtonim kur. Qumë ne, keni këtu të qartë, zotëri deputet do t'jeni shumë të qartë. Kontrata me aeroportin po përfundonte, do të përfundonte nga viti 2017 apo 2020, s'maj me në tani mirë, dhe ne po pregaditëshim për të ndërtuar aeroportin e Vlorës. Dërgojmë grupin ne. Grupi i ndjeri Sokollodashi krijoi grupin. Dhe grupi u kthye. Aeroporti nuk mund të ndërtohet në aty ku ka qenë Ushtaraku. Aeroporti, sipas këtij grupi multidimensional, duhet të ndërtohet tek kthesa e Levanit. U gjet toka për ndërtimin e tij, nuk kishte asnjë lidhje as me lagunën, as me Vjosën, as me Bishtporën, dhe i shërbente jo vetëm Vlorës, por i shërbente Beratit, i shërbente Gjirokastës, i shërbente Jugut, i shërbente dhe Firit e komplet me i fjalë. Ishte edhe më fizibël. Të njëjtën gjë, dhe në fakt po thuaj të njëjtin grup, se ekspertet ishin po ata, krijoi dhe Lubia në 2017. Dhe ata u kthyen dhe i thanë, doan 80% e atij grupi ishte mendimin se aty nuk mund ndërtohet aeroporti. Nuk mund ndërtohet aeroporti, sepse shkatrohet habitati i shpendëve. Dhe propozuan që aeroporti të ndërtohet tek kthesa e Levanit. Toka pa frut ishte aty, çdo gjë ishte e mundur. Ata e nxorën me lecka, sepse Edi Rama kishte vendosur që të ndërtonte aeroportin aty ku ishte zbritur me Baba Pilon, kur shkonte me avion, kur shkonte në Dhërmi. Dhe u rikthye tek instinktet e tij. Aty aeroporti përmbytet, ju them unë, me fakte përmbytet. E dyta, aeroporti aty, një aeroport me një trafik, shkatron përfundimisht habitatin e shpendëve. Shpend ik, avion vin mbi lagun. Imagjinoni ju tani, se si mund të rinë aty shpend më. Pra, një kjo.